Jemi përsëri bashkë në Shi e Shtëpie në transmetimin ton direkt këtu në televizionin Klan. Faleminderit shumë që keni zgjedhur pikërisht këtë program që t'ju shoqëroj në paraditët tuaja. Tani do të vazhdojmë me recetën e dytë. Tham do t'jetë makarona me pesto limoni, një recetë që do t'jetë e aromatizuar dhe shumë e përshtatshme për sezonin e verës. Një nga aromat më të mira, që është ajo e limonit, do t'jetë kryefjalë, po themi, por le ta shohim si do të përgatitet nga zonja Vjollca. Fillimisht po hedh lëkurën e një limoni, vetëm lëkurën, jo pjesën e bardhë. Ja. Ke një lugë kafe. Pastaj do t'i shtrydh që të dy. Do marrim dhe lëngun. Po, patjetër. Edhe lëngun e 2 limonave. Duke marrë parasysh që kemi pesto, na duhet vaj ullirit patjetër. Patjetër, duhet vaj. Kështu që me vajin e ullirit pema do të garantojmë që do të ketë atë aromën e mrekullueshme të ullirit, kombinuar kaq mirë me limonin se shkojnë pafund, po edhe të përbërësve të tjerë mes të cilave më duket po shoh borzilok, kështu që le ta shohim në vazhdimsi. Hedh këtu lëngun e limonit. Do të hedh 40 gram stika pishe. Do mbush këtu prap. Kaq. Vaj ulliri, që janë, këtu janë më pak se 4 lugë. Do hedh pak krip. Pak piper të zi, shumë pak. Do hedh parmigianin të grirë, holl. Do hedh një grush borzilok, po vetëm gjethet e borzilokut, jo kërcellin. Do hedh dhe pak majdanos, më pak se kaq. Prit t'ja heq këto bishtat. Kaq me dëmës. Një 3 deg. Dhe ose një thelpi hudhër të vogël, ose një gjys thelpi hudhër. Këto janë përbërësit që ne do të përgatisim peston. Kaq ishte. Ka një ngjyrë jeshile. Ta provoj çikshien. Pra, të gjithë përbërësit që kishim në tryez janë vendosur tek blenderi ose grirësja Kenwood për ta shndruar të gjitha në një masë të vetme për të shoqëruar pastat që mund të jenë spageti, po mund të jenë edhe forma të tjera, ato që ju preferoni. Kenwood është faqja e Instagramit. E mrekullueshme. Do ta provosh? Jo, unë do i provoj pak në fund, pasi të përfundoj. Dhe me makaronën, kjo do të jetë një kryevepër. Tani u zje ujë makaronave. Do të hedhim pak krip aty, Katerina. E bëj vetë kështu këtë dërë. Pak shumë këtu. Pak, aq. Edhe makaronat, spageti, thash kam zgjedhur. Dhe do t'i japim kohën e dur që të zjejnë. Për 9 minuta t'i lejon, fare 8. Dhe do t'i kaloj një 1 minutë këtu bashk me peston. Kur të hedh peston këtu, do të hedh edhe pak, shumë pak lëng makaronash, sepse e bën salcën akoma dhe më të mirë.
Kështu që koha që jotja mund të bësh ç'të duash. Patjetër. Sa shpejt gatuam ne sot? Do të vazhdojmë një herë në fakt me njoftimet sa i përket uljeve që kanë filluar tek Interesante Albania. Aty do të ndalem për momentin ulje të cilat ju presin që të përfitoni jo vetëm në faqen e Instagramit, por gjithashtu edhe në numrin e telefonit 069 944 24 25. Nëse keni një produkt që ju e keni parë në vazhdimsi në programin ton tek Interesante Albania, që mund t'jetë një air fryer, Nutribullet, mund t'jetë një blender Nutribullet, blender i dorës, praktik, portativ, tostierat, më duket se do të vinin edhe tavat me korrent, po nuk jam e sigur, duhet pyesni, ose për shembull, ju duhet ujë i nxehtë në gatim, siç është edhe uji për makaronat, që sa më shpejt ta kemi ujin të nxehtë, aq më shpejt gatuhen ato, mund të përdorim një pajisje si kjo, ngrosin e ujit që po ju prezantojmë më një herë, e gjeni në çmim ofertë aktualisht, unë do të dalem ta shoh pak me vëmendje se mos bëj ndonjë ngatre, në rregull jam 2000 lek. 1.8 litra është kapaciteti i kësaj ngroseje uji. Është fushia 1800 watt, materiali është qelq, është shumë dizajn i bukur, përveç se prakticitetit që ofron, e bën pra një pajisje të kompletuar për funksionin që ka. Pra 2000 lek të reja është vlera aktualisht në ofertë, nëse ju telefononi me njëherë në 069 944 24 25, që edhe kur gatuani, ta keni ujin e ngrohtë të nxehtë gati. Edhe më shpejt gatuani, edhe më mirë është. Nuk e ndërprisni valën e perimeve. Ka një arsye pse na duhet ujë i nxehtë dhe në këtë rast për gatim, po ndalem unë sot, po mund të jetë edhe për çaj në rastet e atyre që konsumojnë rregullisht, ndoshta sepse çaji nuk i takon vetëm dimrit, por edhe në stin të tjera, për ata që janë shumë të rregullt dhe normalisht presin sa të freskohet pak. Mund ta shndërroni edhe në çaj të ftohtë fundja. Bravo. Që është një nga format. Kështu që nxitoni dhe porosisni tek Interesante Albania dhe deri në datën 31 maj keni ulje të shumë produkteve, oferta të cilat ju mund t'i shihni çdo ditë edhe në postimet e tyre në faqen e Instagramit që e shihni tani në ekran. Ky ishte njoftimi që kisha të bëja, duhet të bëja për sa i përket Interesante Albania, që të mos e harronim këtë absolutisht, sepse janë oferta shumë të mira. Tavën duhet ta shohim. Mund ta nxirrësh. Ta sjell, është gati. Po. Se në fakt po e ndjeja këtë aromën zonja Vjollta shumë të mirë, po. Sepse filetot e punës ishin shumë të holla. Është kohë e mjaftueshme për të gatuar ashtu siç duhet. Nëse ne lëm djathën akoma më tepër, sa e mirë. Që si është bërë? Të lumshin duar djathë pa lëkshtu. Edhe juve ju bëftë mirë kur ta shijoni. Edhe me çik makarona anash, do të ishte shkëlqyeshëm. Çfarë arome të mrekullueshme. Ndërkohë unë do të marr shportën. Më ra një nga kutit. Ja se po e lë këtu. Këtu. Ta vendos në tryezë, se jemi gati që të luajmë me quizin e Ovital, ashtu si që fitojmë çdo ditë. Zonja Vjollta do të marr vetëm pak finon, me qenë se me kapakun kam bërë me ujë. Unë mora këtë... Tavolinën, ke marrë letra? Po, Shumë mora që ta thaj shpejt e shpejt. Perfekt. Faleminderit shumë. Dhe ja ku jam. A jeni gati ta shpallim quizin? Luajmë tani me Ovital. Në rregull. Një recet patjetër që na është dashur Ovital, nuk ka si të ndodhë ndryshe, ato receta do të jenë pjesë e pyetjeve tona për aq kohë sa po luajmë me këtë produkt, dhe Ovital e kemi çdo ditë, thuajse çdo ditë pjesë të dietës tonë ushqimore. O do ta konsumojmë në mëngjes, o do ta konsumojmë me recetën e drekës, ndoshta mirë është edhe atë të bardhën e vezës për protein edhe si me zvakt pas dite, ka plot edhe regjime ushqimore që vezën e kanë të pandar. Mos pengojnë këtu zonja Vjollta? Jo, Jemi fare. në rregull. Dhe jam gati të mirëpres telefonatën që të luajmë për recetën e ditës së sotme. Alo, përshëndetje. Alo? Po, unë jam Drita. Rita më thatë? Përshëndetje. Drita.
Drita, mirë se erdhe të dashur, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që morët. Atëherë, ne do të luajmë një recet të përgatitur nga zonja Vjollca, ku vezët na janë dashur për të përgatitur krepa. U deshën 3 kokra vezë për ato krepa, por ne nuk i përdorëm krepat si zakonisht. Ne këto krepa i shndërruam në një produkt tjetër që dua ta gjeni ju, pjesë si recet, të mbushura me spinash, me rikota, dhe dolën shumë të mira, po edhe e bukur shumë si pamje. Me pak fare bechamel, sipër, me djath. Edhe salca që u bë via. Po, bravo. Sa e bukur doli edhe në fotografi si pjatë, si recet, si tavë. Po. A i gjejmë dot, Drita, se çfarë? Atëherë, kaneloni, me keri patën bukur, me spinaq, Je sakt, kaneloni. Kjo ishte përgjigja e sakt. Faleminderit shumë që morët. Drita, ju lutem, e jani në studion tonë. Kënaqësia është e jona. Ju lutem, paraqituni mundësisht nga e pejntja, e premtja do të ishte më e mira pra brenda kësaj jave? Bukur. Në rregull? Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Shumë faleminderit për ju. Do të marrë të plani. Po, këtu në studio tona. Faleminderit. Ju lutem, kënaqësi, jeni mirë. E ishim me zonjë po nga Shkodra, dhe unë atë sa do thoja. Drita më duk nga Shkodra, se faleminderit Shkodra e thot aq bukur. Dhe me qenë se ra fjala, Shkodrani yni vetëm që kemi këtu, nuk të pash fare sot këtej. Arvi? Të kush ta vuri mikrofonit? Jo, gjatë kohës që ishim ne këtu, nuk e pash të kalonte si që kalon ai për mikrofonat sa ndej këtej. Por, a e di pse e sira se ishte shumë entuziast sot për Shkodrën elektronike. Se tha, do e fitojmë, tha, e di pse më tha mua, se është Shkodra krye fjalë. Mirë, i thashun, ke të drejtë. Tani të lutem një garusht. Po. Nuk po hedh të gjithë salsën, se tham që edhe mund të ruajmë çik më shumë. Do me kullosh çik makarona? Çfarë të bëj edhe një herë? Tikullojmë, po patjetër. Po. Do të hedh pak fare këtu nga lëngu i makaronave. Dhe vetëm i kulloj qik, edhe vëre atë kullesën si për tenxherës. Kulloj paprikë. Po, thjesht, ata tregoj pse. Vëre kullesën si për edhe bjere këtu. Edhe në shtëpi kështu e bëj. Ashtu, I për gdhel, Ndez, vendos ujin e ftohtë që të rrjedh. Që mos heci kupova. Që mos jetë super i nxehtë nëpër tuba, nuk e di pse e kam këtë fiksim. Kupova. Tani edhe i bëjmë pauza që të ketë kohë të ftohtë. Po. Bravo. Ta heq fare tani s'na duhet më. Po. Iku. E tani makarona për kokt makaronave. Po në çfarë pjate ti vendosim ne këto? Ku të doj zemra jote ty? Pjatë makaronash. Nga këto të bardhat apo jo? Po. Këtu është aroma e borzilokut, e parmigjanit, nuk ka nevoj për asnjë lloj zbukurimi tjetër. E shumta mund t'i vendosim një gjethe borzilok, po këto gjethet e borzilokut tonë janë shumë të mëdhaja. Dhe mund t'japësh vetëm një recetën. Po, se kemi treguar dhe drejt, zonja Vjollca. Ja ta shohim pak, ju lutem. Makarona me pesto limoni, receta që po përgatisim si recetë të dytë sot, është 320 gram makarona dhe përbërësi parë dhe për peston vazhdojmë. Çfarë pra do të vendosim te ai blenderi Kenwood, grirësja Kenwood. Kemi 2 limona, ku do t'i marrim lëngun e tyre dhe 1 lukafe lëkur limoni. Kemi 40 gram fara pishe, 50 gram parmigiano,
2-3 deg majdanoz, 1 grusht borzilok të freskët, gjysmë thelpinj hudhra, krip piper të zi dhe vaj ulliri. Pra të gjithë përbërësit janë këta, provojeni, shijojeni, për aromën ju garantoj që do ta adhuroni, do ta pëlqeni shumë dhe përshijen pa diskutim që po, se fundja çfarë i mungon kësaj recete që të mos jetë e shijshme. Ta fik zonja Vjollca tani? Po. Një luk kafe mund të thosha, vetëm një luk kafe. Kaq. Vaj ullirit fresk. Sa u trëmba zonja Vjollca, se është nxehtë. Është një recetë e mrekullueshme. Tash mund të vendosim vetëm një gjethe borziloku, po për foto doja gjeju një gjethe të vogël, një bisk të vogël, t'ja vej. Dhe kaq ishte për 5 minuta. Për 5 minuta. 5 minuta vjetë e gjerja zjen. Absolutisht shumë shpejt bëhet. Aq, për 9 minuta ishin këto tona. Pra këto ishin makarona me pesto limoni, ndërsa receta e parë ishte pul në furrë me spinaq dhe beshamel. Këto ishin të dyja recetat e ditës së sotme, që siç kemi thënë çdo herë, do t'i gjeni në rrjetet tona sociale me të përfunduar programi vijon hedhja e tyre në YouTube dhe në Instagram, Facebook, që të mund të shihni. Edhe nëse keni humbur në një moment, ju keni mundësin pra që ti kontrolloni aty dhe më pas ti zgjidhni si recet për të përgatitur për familjen tuaj për drek. Për shembull, të dyja janë aq të mira dhe aq të shijshme dhe super të lehta. Keni aty dhe perimet dhe aromat dhe të gjitha jeshilliqet. Të lumshin duart e arta. Shumë faleminderit, edhe ty të lumt goja dhe faleminderit për ndihmën. Faleminderit, është kënaqësi. Sot kisha nevojë për çik ndihmën. Gjithmonë do të ndihmoj me shumë kënaqësi. Ikim, përshëndetemi këtu me zonjën Vjollca. Bashkë mirupafshim. Mirupafshim, paqim. Paqim.